Da ja nikoga nisam napao ekskluzivo, kako stoji u optužnici. Nikoga nisam takođe napao ni teškim naoružanjem. Nikoga nisam ubio. Nikoga nisam povredio. Niti sam imao nameru da sever Kosova odcepim i da pripojim Srbiju. Hvala. Në këtë proces, nuk do të flasim vetëm provat, as fjalët, por do të flasim faktet, do të flasim viktimat, dhe do të katë nga drejtësia, pasi që prokuria speciale që ndërëm këtu sot për të treguar se askush me armë në dorë, as i mbështetur nga strukturat politike dhe ushtarake dhe shtetërore, nuk është mbi ligjit. Kërkoj që të akuzuarve quajtën gjitha drejtat e parapara me ligj. Madje, nëse ka hapësirë ligjore edhe të diskriminohen pozitivisht, nuk ka avokatja tavolinë, jepën i tavolinë time. Por në fund, kërkoj që dënohen me burgim përjetshëm. Ky burgim është minimumi që i takon gruas dhe fëmijëve të afim bujantit. To što je okrivljeni uradio mora da bude precizno, jasno opisano u optužnici. Šta je tačno okrivljeni uradio, gde, na koji način, kada je uradio to što predstavlja krivično delo po zakonu. Mi to u ovoj optužnici nemamo. I tvrdim da je to veliki problem ove optužnice.